Të nderuar teleshikues të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emisionin e përjashëm Besimi Krishter Ortodoks. Në këtë emision do të flasim për përgatitjet që ne bëjmë për ditën e madhe të lindjes së Zotit tonë Jezu Krisht, pra për Krishtlindjen. Dhe Kisha Ortodokse bën një përgatitje intensive për gati 40 ditë, prandaj ne të Krishterë Ortodoks nga data 15 e nëntorit fillojmë kreshmët e Krishtlindjes. Këto ditë kreshmore zgjasin deri në datën 24 dhjetor, pra kur mbyllet dita e 24 të dhjetorit dhe hymë në datën 25 të dhjetorit, ku ne të Krishterë Ortodoks mblidhemi herët në mëngjes, pra kur agon dita dhe kryejmë liturgjinë hyjnore në kujtim të lindjes së Zotit tonë Jezu Krisht, dhe kështu prishet pastaj rregulli kreshmor dhe krishterët lejohen të hanë çdo lloj ushqimi, jo vetëm në atë ditë festive, por për shumë ditë të tjera deri në datën 4 janar dhe pastaj hymë në rregullin kreshmor që ka Kisha gjatë gjithë vitit. Festa e lindjes trupore të Zotit tonë Jezu Krisht përbën festën e dytë më të madhe zotërore që kremtojmë ne të krishterë, prandaj dhe periudha e dytë më e gjatë e kreshme është ajo e Krishtlindjes, mbas atyre të kreshmeve të mëdha, sepse kreshmet e mëdha përveç 40 ditë kreshmore kanë dhe ditët kreshmore të javës së pësimeve të Krishtit. Kurse në gjuhën popullore ortodokse kreshma e Krishtlindjes quhet 40 ditëshe, sepse ne kreshmojmë vetëm 40 ditë, siç thash, nga data 15 deri në fund të datës 24 dhjetor. Kreshma e Krishtlindjes është një kreshëm 40 ditëshe, tham, relativisht e lehtë, sepse përveç të mërkurave dhe të premteve, që janë ditë asketike dhe nuk konsumohet as vaj as verë, kurse në ditë të tjera mund të konsumojmë vaj dhe verë, madje edhe peshk. Dhe kjo deri në datën 17 të dhjetorit, kur i bie dita e Shën Danielit, profeti Daniel, mbas asaj date kreshma e Krishtlindjes bëhet më asketike, nuk lejohet as peshku, por vetëm vaj dhe vera. Historiku i kreshmës së Krishtlindjes fillon që nga shekulli i 4. Krishtlindja ishte një kremte që festoi bashkë me Epifanin, me ujin e bekuar, që ne e kremtojmë në datën 6 janar, si një nga festat e mëdha të shfaqjes të Perëndisë në tokë në formën njerëzore si Mesia ose Krishti i Izraelit. Krishtlindja filloi të festohej nga Kisha Apostolike e ndarë nga Epifania më datën 25 dhjetorit mbas shekullit të 4, për të kundërbalancuar festivalin pagan të diellit pamposhtur që festonin paganët. Prandaj, dhe Kisha vendosi që dita e Krishtlindjes ishte më datën 25 dhjetor, dita e diellit të pamposhtur, për t'ju treguar krishterëve, por edhe botës pagane, se Isu Krishti, që lindi prej Virgjëreshës Mari, nuk është thjesht njeri, por është perëndi njeri ose, siç thotë profeti Malakia, dielli i drejtësisë. Kjo ditë u vendos nga Kisha në mënyrë të ndërgjegjshme, tham, si një orvajtje pedagogike që njerëzit në perandorinë romake, mbas indiktit të Milanos në vitit 313, ku krishterimi u bë një festë zyrtare bashkë me fetë të tjera, të krishterët të kishin mundësi të adhuronin lirisht besimin në Zotin ton Isu Krisht dhe ta adhuronin atë si Zot edhe njeri. Dhe vetë Zoti Isu Krisht flet për veten e vet, unë jam drita e botës që ndriçon çdo njeri që vjen në botë, që askush e njeri të mos mbes në errësirë në padijen e mëkatit. Prandaj, thash dhe përsërisim, Kisha vendosi 25 dhjetorin si ditën e lindjes së Zotit tonë Jezu Krisht. Por Kishën katolike, apostolike, ortodokse nuk ka rëndësi dita kalendarike e lindjes së Zotit tonë Jezu Krisht, mund të jetë data 25 dhjetor, mund të jetë një datë tjetër, por për Kishën ka rëndësi ngjarja, sepse ku ne kremtojmë shërbesa kishtare dhe sidomos të kremte, ne hymë në atë gjendjen pa kohë të Zotit, prandaj në këtë gjendjen pa kohë të Zotit gjërat janë tani. Kështu që në çdo datë që ne mund ta kremtojmë Krishtlindjen, ne nuk kremtojmë thjesht ditën, por kremtojmë ngjarjen. Prandaj nuk ka pasur vështirësi për Kishën që ta vendosi Krishtlindjen dhe në 25 dhjetor, edhe në qoftë se ajo ndoshta nuk mund të jetë një datë e saktë kalendarike kur lindi Zoti ynë Isu Krisht.
Për të kremnin e Krishtlindjen e 25 dhjetor kemi dëshmi nga etrit e shekullit të 4, si Shën Ambrozi, Shën Agustini, Shën Jan Gojarti, i cili na flet i pari për festën e Krishtlindjes dhe e quan nënën e të gjithë festave. Për kreshmën para Krishtlindjes, dëshmitë e para historike që kemi shfaqen në shekullin e 5, në fillim në Perëndim dhe në atë të 6-in në lindje. Ka shkrimtarët lindor për këtë kreshëm flasin Shën Anastasi, patriarku i Konstantinopojës, Niqifor Pohuesi, Shën Theodor Studiti, si dhe patriarku i Antiokisë Theodor Valsamon. Në fillim kreshma e Krishtlindjes zgjaste për një periudhë të shkurtër kohore, ndoshta për një javë, prandaj quhet dhe 7 ditëshi. Përfundimisht, me formën që kemi sot të kreshmës Krishtlindjes 40 ditëshe, janë vendosur kanonikisht këto ditë për gjithë Kishën apostolike, katolike ortodokse në shekullin e 11, në vitin 1666, në kohën e perandorit të lindjes Emanuel dhe patriarkut ekumenik të Konstantinopojës Luka. Pra, deri në këtë shekull kishte, si them, përqasje të ndryshme të krishterë në lindje në Perëndim për përgatitjen përpara Krishtlindjes, por në shekullin e 11 kemi një unifikim për vendosjen e 40 ditë kreshme para Krishtlindjes. Të gjithë besimtarët e lindjes u urdhëruan mbas vendimit që mori Kisha të mbajnë kreshmën 40 ditëshe si përgatitje për të kremtuar sa më denjësisht lindjen e Zotit ton Isu Krisht, që nga ajo kohë ky rregull është pranuar dhe kryhet nga gjithë Kisha ortodokse në botë sipas kalendarëve të ndryshëm që Kisha ortodokse përdor. Do dini se Kisha ortodokse përdor 2 kalendar, kalendarin Julian, ku kreshma e Krishtlindjes fillon më 28 nëntor dhe mbyllet në 5 janar, dhe ai Gregorian, që është kalendar diellor, ku kreshma fillon më 15 nëntor dhe mbyllet më 24 dhjetor. Pra, duhet dim diçka që të krishterët ortodoks e festojnë Krishtlindjen në data të ndryshme. Pra, disa që kanë kalendarin Gregorian e festojnë më 25 dhjetor dhe ata që kanë kalendarin Julian e festojnë më datën 6 janar. Prandaj, përsëris atë që tash më përpara që për Kishën nuk ka rëndësi thjesht dita kalendarike, po ngjarja. Dhe Kisha ortodokse është fleksibël, ajo i pranon kalendarët e ndryshëm, të cilët janë thjesht gjetje njerëzore për të matur kohën, dhe ajo i përdor në interesat e saj edhe për kalendarin e saj liturgjik. Sepse Kisha nuk ka probleme me ditën, por Kisha feston ngjarjen. Kreshmet e Krishtlindjeve i quani dhe të Shën Filipit, sepse fillon menjëherë pas kujtimit të apostullit Filip, që ne e kremtojmë më 14 nëntor, kurse në Perëndim mbas Shën Martinit, që festohet më 14 nëntor në Kishën e Perëndimit. Por le të flasim për kreshmën si koncept. Ku e mbështet Kisha ortodokse praktikimin e kreshmeve para Krishtlindjes? Kisha ortodokse si trupi i Krishtit në tokë mbështet kreshmën si përpjekjen asketike në ndihmë që kreshma i jep një adhurim sa më të denjë Perëndis triadik dhe kjo patjetër është mbështetur në shkrimin e shenjtë dhe në traditën e shenjtë. Pra, e rëndësishme për ne të krishterët është të adhurojmë Perëndin, dhe që të adhurojmë Perëndin duhet edhe disa mjete. Një ndër mjetet që ndihmon në këtë adhurim është edhe kreshma. Në Bibël na flitet për agjerim dhe kreshmim dhe na flitet në disa libra të Biblës, në librin e Zanafillës, të Eksodit, në librin e parë të mbretërve, të profeti Isaia, profeti Joel, profeti Daniel, të Kungjit dhe letrat e apostujve. Më konkretisht, kreshma si konsumim ushqimor bimor e ka fillesën e saj sa po krijua njeriu prej dheut, që na flet edhe Zanafilla, dhe ai u vendos në kopshin e Edenit. Zoti i dha njeriu një ligj kreshmor. Zoti Perëndia vendosi njeriu në një kopësht në lindje, që i quajti Eden, dhe i dha për ushqim barin e fushës që lëshon farën mbi sipërfaqen e mbar tokës dhe çdo pemë që ka fruta dhe që përmban farë. Kjo do të jetë për ushqim. Pra, ushqimi i parë që kishin njerëzit e parë ishte ushqim bimor, një dietë vegetariane, si mund ta themi ne sot. Por ashtu, kreshma si një rregull hynor, që do thotë vetë përmbajtje,
për të ushtruar lirin njeriu dhe për të treguar bindjen ndaj Zotit dhe për të përparuar në virtut që njeriu të arrijë nga ikona të bëhet i ngjashëm me Zotin, përsëri e ka zanafillën si ligj kreshmor në urdhrin e parë që Zoti i dha njerëzve. Ha nga gjithë pemët e kopshtit, po mos nga pema e njohjes së të mirës dhe të keqes, sepse ditën që do të hash, për saj ke për të vdekur me siguri. Ky është një urdhër kreshmor. Ha nga të gjitha dhe mos ha nga kjo, por fatkeqësisht njeriu nuk e mbajti sepse i gënjur nga djalli, që u futet gjarpri, e nxiti njeriu të hajë ushqimin e ndaluar duke e tunduar që ai të bëj i pavdekshëm si Perëndia, dhe gruaja pastaj burri hëngri frutin e ndaluar dhe prishi ligjin e kreshmës. Siç na thuhet tek libri i Zanafillës, atëre gjarpri tha gruas, ju s'keni për të vdekur as pak, por Perëndia e di që ditën që do të hani sytë tuaj do të hapen dhe do të jeni në gjendje si Perëndia të njihni të mirën dhe të keqen. Dhe gruaja pa që pema ishte e mirë për të ngrënë, që ishte e këndshme për sy dhe pema ishte e dëshirueshme për ta bërë të zgjuar dikë, dhe ajo mori nga fruti i saj hëngri, i dha edhe burrit saj që ishte me të dhe hëngri edhe ai. Këtu fillon mëkati, që quhet mëkati stërgjëshor ose fillestar, dhe tragjedia njerëzore, sepse thjesht çifti i parë njerëzor neglizhoi urdhrin hyjnor kreshmor dhe duke ngrënë frutin e ndaluar, pra duke prishur urdhrin kreshmor, ajo që nuk u bë i pavdekshëm, siç premtoi Satanai, por u bë robi i djallit, i mishit, i dheut dhe vdiq sipas gjykimit të drejtë të Zotit, sepse ti je plur dhe në plur do të rikthesh. Prandaj, kreshma e mohuar nga çifti i parë, më pas u bë një praktik e detyrueshme asketike që njerëzit mund ta shikonin dhe ta praktikonin dhe ta kishin si një mjet që të bashkoheshin me Perëndin dhe të hynin përsëri në parajsën nga ku u përjashtuan. Kështu, një traditë na thotë që Adami dhe Eva në shenjë pendese, ata kreshmuan ose agjeruan 40 ditë e 40 netë për t'i treguar Zotit se ishin penduar që kishin ngrënë frutin e ndaluar. Por edhe pse përdorën këtë agjerim hiperbolik, 40 ditë dhe 40 netë pa ngrënë dhe papir në derën e parajsës, duke vajtuar përsëri nuk mund të hynin në parajsë, sepse kreshma është një mjet që na ndihmon të shkojmë te Zoti, por nuk është ajo që e përmbush shpëtimin ton, sepse hyrja përsëri në mbretërinë e Zotit nuk mjaftoi vetëm nga një kreshëm, domethënë kufizimi i ushqimeve, por duhej një flim që biri i Perëndis bëhet bir njeriu dhe të flijohet për mëkatet e njerëzve, si qingji i Perëndis që shtyen mëkatet e botës. Kështu, në shkrimin e shenjtë kemi raste të regjistruar për agjerimin dhe kreshmimin që e mbajtën shumë njerëz të zgjedhur nga Perëndia, të cilët u përgatitën për të komunikuar dhe marrë, urdhrat ose vullnetin hyjnor. Për shembull, kreshëm mbajti ose agjerim mbajti profeti Mojsi që të merrte nga Zoti 10 porosit, në 2 rasa guri. Ashtu siç na thuhet tek libri i Eksodit, kështu Mojsiu mbeti aty me Zotin 40 ditë e 40 netë, nuk hëngri bukë, as pi ujë dhe Zoti shkroi mbi pllaka fjalët e beslidhjes ose 10 urdhrimet. Po ashtu, një tjetër profet i spikatur i dhjatës vjetër, profeti Elia, agjeroi me fuqinë e Zotit 40 ditë para se të fliste me Zotin në malin Horeb, siç na thuhet te libri i mbretërve. Ëngjëlli i Zotit u kthye për të dytë, e preku dhe i tha: "Ço dhe ha, sepse rruga është tepër e gjatë për ty." Ai u ngrit dhe piu dhe pastaj me forcën që i dha ai ushqim, eci 40 ditë e 40 netë derisa arriti në malin e Perëndis Horeb dhe pastaj ai komunikoi me Zotin. Profetët që agjeruan dhe kreshmuar dëndur, i nxisin judejt për agjerim dhe kreshmim. Shikoni çfarë thot profeti Joel, që i drejtohet popullit të Izraelit që kishte rënë në mëkatin e idhujtarisë. Shpallni një agjerim, thërrisni një kuvent solem, mblidhni pleqt dhe tërë banorët e vendit në shtëpinë e Zotit Perëndis suaj dhe klithini Zotit. Prandaj tani thot Zoti, ktheuni tek unë me gjithë zemrën tuaj, me agjerime, me lodh dhe me vajtime. I bini buris në Sion, shpallni një agjerim, thërrisni një kuvent solem, mblidhni popullin, shenjtëroni kuvendin. Mblidhni pleqt, mblidhni fëmijët dhe foshnjat e gjirit, të dalë dhëndri nga dhoma e tij dhe nusja nga dhoma e saj e nusërores. Midis portiku dhe altarit le të qajnë priftërinë, shërbysit e Zotit le të thonë: "Fale o Zot popullin tënd dhe mos ja lër
trashëgimin tënde turpit apo në shtrimit nga ana e kombeve, sepse do thonë midis popujve ky është Perëndia i tyre. Pra, kjo është ajo çfarë profeti Joeli, frymëzuar nga Shpirti i Zotit, nxiste popullin e Izraelit që të agjerojnë, të kreshmojnë. Vetë Zoti Jezu Krisht, biri dhe fjala e Perëndisë, ku erdhi në tokë si njeri, si ne përveç mëkatit, para se të përballej me djallin e shkretir, i cili djalli ishte sunduesi i botës së mëkatit, vetë Krishti mbajti agjerim 40 ditë në shkretirin e Judes, dhe këtë agjerim e mbajti për të plotësuar agjerimin e Adamit të parë dhe tevës parë, dhe gjithë agjerimin dhe kreshtimin që mbajti populli i Izraelit. Pra Krishti e përmbushi këtë agjerim dhe e përmbushi në veten e vet. Dhe kur mbyshën 40 ditë në shkretirin e Judes, atëherë vjen tunduesi ta tundoj Krishtin. Dhe tundimi i parë ishte tundimi me ushqimin. Dhe siç na thuhet edhe tek Ungjilli sipas Lukait, dhe Jesusi plot me frymë të shenjtë u kthye nga Jordani dhe fryma e çoi në shkretir, ku për 40 ditë u tundua nga djalli. Gjatë këtyre ditëve ai nuk hëngri asgjë dhe kur ato kaluan, në fund e mori uria. Por dim që djalli për ta tunduar Krishtin i tha: "Nëse je biri i Perëndisë, thuaj këtij gurit të bëhet bukë." Po Jesusi u përgjigj duke thënë: "Është shkruar, njeriu nuk do të rrojë vetëm me bukë, por me çdo fjalë të Perëndisë." Pra Zoti na tregoi me shembullin dhe mësimin e tij se mund të shlirohemi nga tundimi dhe ndikimi i djallit me anë të kreshmimit. Siç na thuhet në fjalët e tij, ky lloj demoni nuk del vetëse nëpërmjet lutjes dhe agjërimit. Sepse djalli e ka fuqinë tek mëkati, mëkati e ka fuqinë tek lakmia, te lakmia e syve, dëshirimi ishi, krenaria e jetës. Dhe që të shirohemi nga lakmia, duhet të kreshmojmë, duhet të agjerojmë në fillim nga ushqimi, pastaj nga dëshirimi dhe pastaj dhe nga gjërat materiale. Dhe kështu i heqim të drejtat djallit mbi neve. Prandaj kreshma, agjerimi është mjet që përdoret edhe në luftën shpirtërore kundër tunduesit. Apostulli Pavli, që quhet dhe goja e Krishtit, na këshillon që kreshma nuk është vetëm ushtrim asketizëm për nga ushqimi, por dhe nga epshi, që u shfaq tek njeriu mbasi ata hëngër frutin e ndaluar, sepse ne duhet dim se njeriu i parë, Adami, dhe pastaj Eva që doli nga brinja e Adamit, edhe pse u krijuan mashkull dhe femër, binar, pra me dy gjini, dhe kështu janë të gjithë raca njerëzore, por ata, edhe pse u krijuan me organe seksuale, mashkullore dhe femërore, por të riprodhuar, nuk ishin epsh, siç kanë sot njerëzit. Pra, epshi hyri mbas mëkatit, sepse në vetvete epshi do të thotë të përfitosh nga tjetri. Kurse agapi është diçka tjetër. Duhet dini se kemi tre gjëra që e lidhin fort një çift. Është agapi, dashuria që do thotë të jetosh për tjetrin, erosi, të përfitosh nga tjetri, dhe filia, misia, të jetosh me njëri tjetrin. Por në fillim ishte dashuria. Pastaj hyri dhe erosi, që është për shkak të rënjes në mëkat të njeriu, që e shikon tjetrin si përfitim. Por gjatë kohës së kreshmës, edhe pse epshi tolerohet tani nga Perëndia, që njeriu të mund të bashkohet fizikisht në epshin e tij dhe ai të riprodhohet, prap gjatë kohës së kreshme, të krishterët, flasim për ata që janë të martuar, që kanë bekimin e Perëndisë, që nga dy të bëhen një mish vetëm në misterin e martesës dhe në bashkimin e tyre fizik të bekuar, siç thot edhe apostulli, dhe shtrati martesor është i bekuar, prap çifti gjatë kohës së kreshmës në mirë kuptim duhet të ndahet nga njëri tjetri. Pra duhet kreshmojnë edhe nga epshi, edhe nga bashkimi trupor, pavarësisht qëllimit të mirë që kanë, për të bërë një dhe për të riprodhuar. Prandaj, shikoni çfarë thot apostulli Pavli në letrën e drejtuar Korintasve. Mos ja privoni njëri tjetrit, pra bashkimin trupor, thot, përveç se jeni marrë vesh për një farë kohë që t'i kushtoni agjerimit dhe lutjes, dhe bashkoni përsëri që të mos ju tundoj satanai për shkak të mos përmbajtjes tuaj. Pra, shikoni se apostulli Pavli këshillon çiftet e martuara në kish flasim, që të ndahen me mirë kuptim, siç thash, nga marrëdhëniet trupore, seksuale. Dhe të dashur krishterë duhet pasur kujdes që në qoftë se ngjizet një grua gjatë kohës së kreshme, pra në bashkim me burrin e saj,
nuk është mirë sepse fëmia nuk ka bekim, sepse kjo është një kohë kreshmore që nuk lejohet të bashkimit trupor. Këtu flasim edhe për gjatë gjithë vitit, edhe të mërkurë dhe të premte, nuk është mirë që çifti të bashkohet trupërisht dhe aq më tepër të ngjisë një fëmijë, ose dhe e shtuna për të diel që janë ditë gjallësore. Prandaj, edhe bashkimi trupor i një çifti të krishterë nuk bëhet pa kriter, nuk është ai qëllimi i martesës, por bëhet me disa ditë dhe me një lloje përkorje dhe me një lloje, si them, maturie dhe qëllimi që ka për të bërë çifti një dhe për të riprodhuar. Por le të vim tek ligji kreshmor, që ka të bëjë në fillim me ushqimet. Kanoni 69 i apostujve thotë: një klerik që nuk kreshmon 40 ditë kreshmës ose të mërkurë dhe të premte, vetëm në rast sëmundje çirotoniset, një laik aforizohet, nxirret jashtë kungimit. Pra që në kohën e apostujve ishin vendosur kreshmët 40 ditëve, këtu flasim për kreshmët që ishin kreshmët e Pashkës, por këto kreshmë u adaptuan edhe për përgatitjen për Krishtlindjen. Këto rregulla kreshmor nuk janë bare rënd për të mbajtur, asnjë një qëllim në vetvete, por si mjet për një përsosje shpirtërore për të arritur në dashuri për Zotin dhe për të afërmin, duke plotësuar gjithë ligjin, ashtu siç e përmbrodhi dhe Zoti Jezu Krisht, gjithë ligjin ose porosit. Duaje Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë mendjen tënde. Ky është urdhërimi i parë dhe i madh, dhe i dyti i ngjashëm me këtë është duhet të afërmin tënd po si vetveten. Nga këto dy urdhërime varet i tërë ligji dhe profetët. Prandaj, nëse dikush pretendon se do Perëndin, atëre ai nuk mund të justifikohet nëse nuk ban kreshëm ose agjerim në ditët kreshmore, sepse ne këto kreshme i bajmë sipas urdhit Perëndis dhe të kishës së Zotit. Kështu që ai që toleron kreshmën tregon që nuk e do Zotin. Por kur ti nuk do Zotin, nuk do as veten, nuk do dhe as të afërmin. Prandaj, që dikush në liri dëshiron ta pranojë këtë dashuri të Perëndis në Krishtin, duhet pastroj zemrën që është e ndyrë me mëkate dhe pasione, ashtu si Zoti e tha. Por gjërat që dalin nga goja, dalin nga zemra, ato e ndotin njeriu, sepse nga zemra dalin mendimet e mbrapshta, vrasjet, shkeljet e kurorës, kurvëria, vjedhjet, dëshmitë e reme, blasfemit. Dhe përsëri apostulli Pavli na mëson për veprat e mishit. Dhe veprat e mishit janë të zbuluar dhe janë kurorshkelja, kurvëria, ndyrësia, shturja, idhujtaria, magjia, armiqësimi, grindje, xhelozit, mërit, zënkat, përçarjet, tarafet, smira, vrasjet, të deurit, grykësia dhe gjërat e ngjashme me këto, për cilat po ju paralajmëroj, sikurse ju thash edhe më parë, sa ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Prandaj, pse përdoret kreshma, që ne të mund pastrojmë veten nga mëkatet mishore që kanë zanafillën tek mos përmbajtja nga ushqimi i tepërt dhe epshi që shkaktohet nga ky ushqim i tepërt, prandaj duhet patjetër të nisim të kreshmojmë dhe të pendohemi, të rrëfehemi dhe kështu të pastrohemi shpirtërisht dhe trupërisht gjatë këtyre ditëve që të bëhemi gati për festën e Krishtlindjes dhe të zbukurojmë vetë tempullin e Perëndisë që është shpirti dhe trupi ynë, dhe kështu shpirti i shenjtë të banoj brenda nesh dhe me gjithë frutet e tij ta stolisi, që është dashuria, gëzim, paqja, durim, mirëdashje, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetë kontrolli. Kështu për atë dashur të krishterë, kreshma është mjet pastrimi që fillon nga gjërat ushqimore dhe pastaj fillon edhe nga mëkati. Në qoftë se ne nuk do e pastrojmë veten tonë që është tempulli i Zotit, atëherë patjetër që Zoti nuk do hyj tek neve. Kështu që është e domosdoshëm kjo përgatitje para se ne të bashkohemi me Krishtin dhe ta presim Krishtin në ditën e Krishtlindjes, që vjen i dhuruar nga Ati nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë dhe Virgjëreshës Mari. Prandaj duhet pasur kujdes, sepse duke filluar të mbajmë kreshmën që fillon nga goja, domethënë nga shija dhe kalorit që jepen trupit, trupi fillon të dobësohet, të përulet dhe automatikisht ngrihet shpirti, ashtu si një lavjerës, kur njëri ulet, tjetri ngrihet. Po ashtu dhe instinktet tona mishore që marrin fuqi nga ushqimet shtazore, qetësohen, dëshirohen nga dëshirat
ndjenjat, mendimet, të cilat janë shpirtërore dhe këto kërkojnë të drejtohen drejt Zotit që tha: "Unë jam buka e jetës. Ai që vjen pas me nuk do të ketë uri, kush do të më besoj mua nuk do të ketë etje kurrë." Prandaj, pa kreshmim është e pamundur të afrohemi Zotit dhe të bëjmë një jetë shpirtërore, sepse pa kreshmim ne jemi thjesht vetëm një gjallësë mishore shtazore, i lidhur vetëm me botën e materiale dhe nuk kemi lidhje me botën shpirtërore. Kjo është arsyeja që shumë njerëz thjesht vegjetojnë në jetë, kur ata e kanë mendjen vetëm të hanë dhe të pinë dhe të shtohen dhe shumojnë, të bëjnë dhe kafshë, të bëjnë dhe shpendët, të bëjnë dhe insektet. Por çfarë ndryshimi kemi neve si qenie njerëzore kur mendojmë vetëm për gjëra materiale? Prandaj kreshma të shkëput nga gjërat materiale dhe të bën një qenie mendore, shpirtërore dhe të lidhesh me Zotin që është frym. Të dashur krishterë ortodoks duhet përgatisin veten për 40 ditë duke kreshmuar sipas rregullit kishtar, që ne të presim birin e Perëndisë Zotin tonë Jezu Krisht që të lindë në zemrat tona, ashtu si lindi shekuj përpara në shpellin e Betlemit, siç thotë dhe urata para kungimit e Shën Joan Gojartit: "O Zot Perëndia im, e di që nuk jam i denj as javë që ty në mbulesën e shtëpisë së shpirtit tim, sepse është e shkretë dhe rënë dhe zgjen tek unë vend të denj për të ulur kryet. Por, siç e ule veten së larti për ne ulje tani në përuljen time, dhe siç dënjove të shtesh në shpellë dhe në grazh të kafshëve, dënjo të hysh në grazhdin e shpirtit tim të parsyshë dhe trupit tim të njollosur. Prandaj të lutem ty të vetëm të shenjtë, o Zot, shenjtëro ma shpirtin dhe trupin, mendjen dhe zemrën dhe gjithë mendimet e mia, për të rritë më krejt, rrënjos në gjymtyrën mia frikën tënde dhe bëj që të mos duket nga unë shenjtërimi yt. Dhe i për mua ndihmës dhe për krahas duke më drejtuar jetën në paqe, duke bërë të denj të qëndroj bashkë me shenjtorin nga djatha jote, me ndërmitimet dhe urata e mëmësat të kulluar, me shtarve tu patrupe të kulluar që të shërbejnë dhe gjithë shenjtorit që kanë pëlqyer për jetë. Amin. Kjo është urata që e mësojmë nga Shën Joan Gojarti për të përgatitur para se të shkojmë të kungohemi. Dhe ashtu si Zoti Jezu Krisht lindi në shpellën e Betlemit, po ashtu edhe ai vjen të lindet në shpellën e shpirtit ton, të zemrës son, pra në qenien ton. Kështu që duhet të përgatisim veten që të vijë Krishti. Dhe një ndër mjetet për përgatitur veten, si thash, është kreshma. Për ne të krishterët ortodoks, kur merret mbas një kreshmimi dhe agjerimi strikt, është një krishtlindje dhe bashkimi më i lartë me Zotin, që sipas Shën Nikola Kavasiles nuk mund të shkohet më lart se kjo. Prandaj, gjithë qëllimi i kreshmës është që të bëhemi të denj për krishtlindjen, që të marrim pjesë në kremten e krishtlindjes dhe në liturgjinë hyjnore që kulmon me kungatën hyjnore. Bota sekulariste e ka kthyer krishtlindjen në një festë komerciale, domethënë krishtlindje pa Krishtin, një festë thjesht për barkun, epshet, dhuratat, kënaqësitë e tyre mëkatare. Ashtu si thuhet, perëndia e tyre do të jetë stomaku i tyre për turpin e tyre. Zoti na shpëtof nga një gjendje e tillë mirane dhe dënueshme që vjen nga injorimi apo mos përmbajtja e kreshmës para krishtlindjes dhe të gjithë kishërimit misteror që ne bëjmë pra kur duam të takohemi me Zotin. Nëse jemi të krishterë dhe duhet përgatitemi për të kremtuar krishtlindjen, me Krishtin duhet patjetër të kreshmojmë sipas kanoneve kishtare në bashkëpunim me atin rrëfys për të kryqëzuar mishin mëkatar dhe pasionet që ushqen nga lakmia, sepse ata që janë të Krishtit kanë kryqëzuar mishin bashkë me pasionet dhe lakmit e tij, na thot Apostulli Pavli në letrën e drejtuar Galatëve. Prandaj të dashur krishterë, le ta përgatisim veten për të festuar krishtlindjen, jo me drita artificiale, brella dhe zbukurime pagane, por me kreshëm, lutje, pendim, rrëfim, me vepra bamirësie, dashurie ndaj të afërmit, që atë ditë të madhe të krishtlindjes që ne e kremtojmë me 25 dhjetorit, Zoti Jezu Krisht të rilindet në zemrat tona të pastruara nga kreshma, pendim, rrëfimi, lutja dhe të mund të përshëndesim një tjetrin me gojen mbushur dhe me ndërgjegje të qetë. Ja Krishti lavdërojeni atë. Prandaj nuk na mbet gjë tjetër veçse në këtë fillim kreshme për krishtlindjen themi kreshme të lehta dhe të na gjej krishtlindja të ndriçuar me hijen e Shpirtit Shenjtë. Amin. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot. Mirë të takoheshim në biseda të tjera.